Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë rrëfimin e radhës. Historia që të ndaj sonte me ju është një histori shumë e ndjeshme. Këtë letër na e ka shkruar një hall e cila ka një dhimbje jashtëzakonisht të madhe në vete dhe një shpirt jashtëzakonisht të thyer. Ajo tregon një histori që unë, me thënë të drejtën, nuk e kam menduar që këto ngjarje ekzistojnë në familjet shqiptare, por familjet shqiptare, shumica në aspektin e lumturisë, që kanë shumë keq. Historia fillon kështu. Nuk e di pse po e tregoj këtë histori sot. Ndoshta sepse zemra ime është lodhur duke mbajtur dhimbje brenda. Ndoshta sepse ka plagë që nuk shërohen kur. Vetëm mësohesh që të jetosh me to. E ndoshta sepse dua që dikush ta dëgjoj të vërtetën time. Të dëgjoj lotët e një motre që u rit me frikë, por që sot kujdeset për njeriu që dikur i shkatërroi jetën. Unë jam halla që dikur qante fshehur azi pas derës, ndërsa sot i jap ujë e ilaçe vëllaut tim. Po, ati vëllai. Kur ishim të vegjël, shtëpia jonë nuk kishte luks. Kishte vetëm varfëri, zhurmë dhe heshtje të frikshme. Babai pinte shumë. Nëna mundohej që të na riste me duart e saj të çara nga puna. Ndërsa unë isha më e vogla, ndërsa vllai ishte 5 vite më i madh se unë. Kur ishte fëmijë, ai ishte ndryshe. Më mbronte, më merrte përdore kur kisha frikë nga errësira. Më sillte bukën fshehur azi kur nuk kishim për të ngrënë. Por një ditë në familjen tonë, gjithçka ndryshoi. Nuk e di nëse ishte varfëria, shoqëria apo zemra e tij, që u errësua me kohën. Filloi që të bëhej shumë agresiv. Fillimisht bërtiste, pastaj thyente gjëra e pastaj ngriti dorën mbi nënën. E mbaj mend atë natën sikur të ishte dje. Ishte dimër, edhe jashtë binte shi. Nëna kishte haruar t'i lante një këmish. Ai erdhi i dehur, filloi të bërtiste aq fort sa u drodhën edhe muret. Nëna dridhej nga frika. Unë u futa para saj edhe i thash, mos e prek maman. Por ai më shtyu aq fort sa rash në tokë. Më doli gjak nga buza, ndërsa nëna u lërinte. Mjaft, more birë, mjaft. Ai nuk dëgjonte më askënd. Ajo natë ishte vetëm fillimi. Kaluan vite me britma. Çdo darkë e kishim frikë. Kur dëgjonim hapat e tij në korridor, zemra na ndalej krejtësisht. Nëna qante natën fshehur azi që unë të mos e dëgjoja. Por unë e dëgjoja nënën gjithmonë. Njëherë ai më goditi aq keq sa 3 ditë nuk dola nga shtëpia. Fqinjet e kuptonin se çfarë ndodhte, por
askush nuk ndërhynte në atë mes. Në atë kohë njerëzit thonin, ha mos se janë punë familje. Sa fjalë e rëndë është ajo? Punë familje. Si mund të jetë normale dhimbja e një nëne? Si mund të jetë normale frika e një motre? Naime u plak para kohe. Flokët ju zbardhën shpejt, sytë ju fikën. Nuk qeshte më. Jetonte vetëm me shpresën se një ditë djali i saj do të ndryshonte. Por ai vetëm sa u bë edhe më keq. Filloi të humbiste punët. Pinte çdo ditë. Njerëzit e shmangnin. Dhe sa më shumë e shmangnin, aq më i egër bëhej në shtëpi. Një ditë nëna u rrëzua nga zemra dhe dhimbja e saj. E quam në spital dhe doktori më tha, ka vuajtur shumë emocionalisht. E dija sepse unë e kisha parë çdo lotë të saj. Atë natë, ndërsa flinte në spital, unë ula në korridor dhe vendosa diçka. Nuk do ta lija më askënd ta prekte nënën time. Kur u kthyem në shtëpi, i thash vllaut, nëse e prek edhe një herë maman, do të largohem dhe nuk do të fal kurrë. Ai vetëm qeshi me përbuzje, por pas disa muajsh ndodhi diçka që askush nuk e priste. Ai pësoi aksident. Makina u përplas natën, shokët e tij shpëtuan me plagë të lehta, por ai mbeti i paralizuar nga këmbët. Kur mora telefonatën, nuk ndjeva urrëtie, nuk ndjeva as gëzim, vetëm poshtllëk. Nëna filloi të qante, thonte është djali im. Dhe prapë fali. Nëna të falin gjithmonë. Kur u kthyet në shtëpi me karroca, ai nuk ishte më ai burri fort që bërtiste, ishte i thyer, nuk shikonte askënd me sy. Nëna kujdesej për të ditë edhe natë dhe mezi priste të ecën vetë. Jepte ushqim nga duar që dikur ai kishte goditur. Një natë dëgjova duke qarë në dhomë, hyra nga dala, ai po qante si fëmijë. Më tha më fal. Për vite të tëra kisha pritur ato fjalë. Kisha ëndëruar që një ditë ai ta kuptonte çfarë më kishte bërë. Por kur i dëgjova nuk ndjeva paqe, sepse disa janë plak shumë të thella. Nëna vdiq pas një viti. Para se të mbyllte syt më kapi dorën dhe më tha, motra nuk e lë vëllan vet. Isha e zemëruar me ato fjalë. Doja t'i thoja, po ai nuk na la vet gjithë jetën. Por nuk fola. Pas vdekjes së nënës në shtëpi mbetëm vetëm unë edhe ai. Një motër dhe një vëlla mes heshtjes së viteve. Ditët ishin të vështira, e ushqeja, e ndihmoja të lahej, i jepja ilaçe, ndonjëherë kur e ngrija nga krevati, më kujtoheshin duart e tij që dikur më shtynin me forcë, dhe zemra më diqej. Por prap kujdesesha për të. Njerëzit më thoshin pse nuk e çon në azil. Nuk e di. Ndoshta sepse nëna ma la amanet. Ndoshta sepse e ndesho atë djalin e vogël që më mbronte nga errësira. Ose ndoshta sepse urrejtja të lot më shumë se fjala. Një mbrëmje ai më tha, ti nuk duhej të kujdeseshe për mua pas gjithçkaje që të kam bërë. Dhe aty unë heshta.